Dhe ka thënë punoni, një qëfë se do lavizni pak, unë kam për të dhenë risku. Se risku është përgjithësi, Allahu Gjalleshanu thot, wa ma min dabbatin fil ardhi illa ala Allahi rizquha. Nuk ka një diçka që ka i shpirt, që Allahu Gjalleshanu ka verë detyrë për vetën vetë, që unë do t'ja për risku këti. Edhe ka për të dhenë Allahu Gjalleshanu risku për lëvizja, edhe mundimi duhet gana jonë, që ne nuk bem. Kur ne nuk bem, pastaj ankohemi. Omar radhiyallahu anhu thonte në hutbat e tij, që o besimtar, o vlezar, punoni, lavizni në tokë Allahu Gjalleshanu për të kërkuar risku Allahu. Kur thot Allahu që unë do t'ja për risk, nuk është kuptimi që ka për të rënë nga qiell tokë, nga qiell flori dhe argjendi. Kuptimi është ju punoni, mundoni dhe risku Allahu Gjalleshanu ka për të sjellë. Prandaj kjo Abdurrahman ibn Auf dhe Saad ibn Rabi radhiyallahu Allahu ka bashkuar atyre edhe kanë punuar. Ashtu një shoku dërgu Allahu Gjalleshanu, Salman Farsi dhe Abu Darda. Salman Farsi radhiyallahu anhu ben vizita i shtëpia vllajt të tij. Edhe shikojnë gjendja jo mirë i shtëpia, domethënë nuk ishte tamam i pastër, edhe gruaja e tij ishte me rroba të shumë të thjeshta. Edhe pyeti, ku është vllai im? Tha vllai jot ka dalë diku. Kurse, po ti pse ke gjendje ashtu motra im? Tha vllai jot ka gjatë dita agjeron, natën adhuron Allahu Gjalleshanu, edhe s'ka interes në mua, edhe unë rri ashtu thjesht. Edhe pas pak erdi ai. Kur erdi, ka berë gati dreka për vllajin që ka ardhur për vizita. Salman Farsi kur oli për dreka, po ti, hajde ule. Jo, jam me agjerim, tha. Hajde, prisha agjerim, tha. Se nuk ishte Ramzan, agjerimin në fila. Prisha agjerim, haje me mua. Kjo ma e larti, shoku Profet a.s. edhe ka pozita me e lartë nga vetë. Edhe uli ka ngrenë buka. Erdi pasi ecia, edhe tha vllai, kjo është krevati jotë, kurse unë, jo, po ti, tha unë, ik dhoma të etere do falja, ike, fle tha, ike në dhoma në tenë, fle atje në familja. Pas pak erdi zurmi, uj, prap, për abdi. Qëfar e duke merë? Jem duke marë abdes. Jo, fli akoma, tha. S'ke për të izzuar, ta akoma s'ka ardhur koha. Pastaj, erdi koha para namazi sabahu para një ora. Tha, o vllai im, trokiti dera, tani i zgjo. Mere abdes, ose mere gusul, dhe falu. Pastaj, erdi mëngjes, pas ngrenja mëngjes ka thënë, inna li rabbika alejka haqqa. Për Zotin e ten, do më thënë, ka në trupin ten, haku Allahu Gjalleshanu. Ka në trupin e ten, haku familjes ten. Edhe ka në trupin ten, haku vlezër edhe shokët ten. Jep hak gjithve, jo vetëm Allahu edhe adhurimi, tha. Se edhe dhe një haku atyre, është adhurimi dhe Allahu Gjalleshanu. Ate kur delti për të fituar risku Allahu Gjalleshanu, edhe aje është adhurim. Një qëfë s'ke ben njeti i pastër. Dërgu Allahu Gjalleshanu thot, at-tajiru saduk, tregtari, biznesmeni sinqert, ma'an nabijin, wa siddiqin, wa shuhadai, wa salihin. Ditën e gjykimit do t'jetë me profetët, me njerëzit sinqert, edhe me shahidet, edhe me njerëzit devotshëm. Kjo është vlera besimtari që ben biznes për hir të Allahu Gjalleshanu, halal që kërkon risku Allahu Gjalleshanu. Edhe është dima Allahu Gjalleshanu me këtë personi. Vlezër, Musa a.s. për kuriozitet, njëherë ka ishtu dëshurje për gjennet, edhe me komunikimi me Allahu Gjalleshanu. Edhe është duke bërë pyetje, Allah, kush do t'jetë në gjennet? Me mua, kam shiju im. Edhe rrualla, vinë Gjibrili a.s. nga Allahu Gjalleshanu, edhe lajmeron që filani kasab, tregtar kasab, ai do t'jetë kam shijot. Edhe ne, njerëzit thjesht, sa du gjem kasab, edhe një kasabi, është njeri që nuk ka shpirt, nuk ka mëshirë, se ai prerë kafsha, ai prerë për hirtë Allahu Gjalleshanu, jo nga inati kje ka inat me kafsha. Për njerëzit, për krijeset Allahu Gjalleshanu, për ne mendojmë ashtu njerëzit thjesht. Edhe ashtu Musa a.s. kasab, në më thënë, erdi pak ishqesim, kurioziteti, qëfar ka ja Allah, ai pozita që është me mua në kamshirë në gjennet. Ikën, erdi ga puna, që Allahu Gjalleshanu ka të reguar, Gjibrili a.s. i shpia vendi filani, a i kur ikën atia, vinë
Kur erdhi ai, hapi dera, selam aleikum, si jeni mirë, kush jeni, nuk Musa a.s. nuk tregon që unë jam dërguar Allahu xhaleshanu. Musa a.s. ai besimtar, beson në Musa a.s. iku thjesht. Edhe pastaj ishte varur një si tip mund të themi djep. Edhe leshoj poshtë, ishte një grua moshuar shumë, edhe pastron, lan trupin e saj, pastaj jep shtyp për typ nga goja vete dhe jep në gojen e saj. Ajo ka ngritur dora. Ja Allah, bashko djalin tim me profeti Allahu xhaleshanu me Musa a.s. Musa a.s. dëgjon fjalën e saj. Vlezër, Musa a.s. habit. Që si Allahu xhaleshanu pranon duaja e nënës, tu ka du mësim, një tregti ose biznesi me sinqeritet. Edhe dy, shërbimi prindër, të ty len një pozita aq lartë që do shtë ti behet këmshiu me profeti Allahu xhaleshanu. Prandaj, kush e ka i gjallë prindër dhe të vlerësojnë. Edhe kush e ka i vdekur, ka shok të atyre, vlezër, do shta ka vllai prindër, gjaja, ose tezja, që është motra e mamis, edhe atyre vlerësojemi. Në qëfë se kanë ikur, nga atyre e bëjmë vepra të mira, një sadaka, ja Allah, këtë sadaka jem duke dem nga ana babi im, nga ana mami im, nga filani, pse me ashtu Allahu xhaleshanu i shton pozitat. Nuk ka që ka i vdekur prindër, Allahu xhaleshanu ka byll dera për fituar mirësi, ka lënë dera hapur Allahu xhaleshanu. Prandaj vëllezër, ne duhet mundohemi, punojmë për ahiretin ton, të behet sa më mirë, ditën e gjykimit dalim para Allahu xhaleshanu me shumë lera të mira, me shumë savabet. Lusë Allahu madhruar, Allahu xhaleshanu na mundsoft, ne punojmë për në këtë dunia. Sot Ali radhiyallahu anhu, dunia mazra'atul akhira, dunia është ara e ahiretit, dhe duhet punojmë për ahiretin ton, të marrim frutat saj, inshallah në ditën e gjykimit tek Allahu xhaleshanu. Lusë Allahu madhruar, Allahu xhaleshanu drejton zemrat ton me imanin, drejton zemrat ton me sunneti Profetit sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim.